E ndërsa të gjithë kanë ngelur me sytë dhe drejt investimit më së të pritur, punimet për hekurullën Tiranë-Rinas Durrës kanë tejkaluar çdo lloj afati. Shteti shqiptar bëri së fundmi me dije se ka marrë një tjetër kredi për punimet shtesë, duke çuar në rritjen e kostos nga 69,6 milion euro që ishte fillimisht, tani ka rritur në 91,7 milion. Në fund të vitit 2024, Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës njoftoi mbritje në vendin tonë të një makinerie moderne, Maki Rahse. Kjo makineri do të jepte hovë, sipas ministrisë, punimeve për rikonstruksionin dhe ndërtimin e linjës. Por punimet ende nuk shihet se janë drejt fundit. Pamjet tregojnë se ato janë ende larg pritshmërive. Që prej vitit 2021 u deklarua se punimet do të përfundonin në vitin 2023. Pikërisht në këtë vit, u tha se hekurulla do të përfundojë për 30 muaj, pra në verën e vitit 2023, duke kursyer çdo vit 55 milion euro krahasuar me përdorimin e automjeteve. Por ndërkohë që është mbyllur 3 mujori i parë i vitit 2025, buxheti për këtë projekt është rritur ndjeshëm nga ai i përcaktuar në kontratën fillestare, ndërsa punimet vazhdojnë. Projekti i hekurullës u financua nga Bashkimi Evropian fillimisht me vlerën 35,5 milion euro dhe pritet se do të kursejë kohë për udhëtarët, kryesisht studentët dhe ata që punojnë në dy qytetet dhe do të nxjisë rritjen e bizneseve në dy qytetet më të mëdha të vendit.